I mësuar me letra për ambasadorët dhe emaile që as skenaristët e filmave horror nuk i çonin në mendje, Erion Veliaj nuk i ndahet zanatit vjetër, edhe në kohën kur ndodhet në qeli. Nëpërmjet avokatëve të huaj që Veliaj i paguan $450.000 në vit, kërkojnë praninë e përfaqësuesve të ambasadave në vend në një proces administrativ që ka hapur kundër prokurorit Ols Dado, duke pretenduar se është emëruar në mënyrë të palikshme. Kjo është një çështje themelore e sundimit të ligjit. Nëse një prokuror nuk ka kualifikimet ligjore për të mbajtur detyrën, çdo veprim i ndërmarrë nën atë autoritet është në thelb i dyshimt, pretendon Veliaj nëpërmjet avokatëve të tij në letrën dërguar ambasadave në vend. Veliaj e ka të qartë se asgjë nuk ndryshon në procesin e tij penal, ku mbi të rëndojnë 9 akuza, por më shumë se burgu i vlen dukja, sidomos nëse ata janë të huaj. Që në hapat e parë të rrugës politike i përdori ambasadat si marketingun më të mirë polik, sidomos kur drejtonte organizatën mjaft. Më vonë ishte një biçim koordinatori me sektorin e marrëdhënieve me jashtë në PS, kur nuk hezitoi as t'i nishte një email eurodeputetes Tanja Fajon, duke pretenduar se regjimi i Berishës kishte futur element kriminal për t'i hequr fëmijën nga barku kryebashkiaku të sapo zgjedhur socialist të Kavajës në vitin 2011. E gjithë karriera politike e mëtejshme e Veliajt u lidh ngushtësisht me çdo të huaj, ambasador, për të dhënë çmime dhe marrë çmime. Së fundmi edhe nga qelia i rikthehet edhe një herë vesi i vjetër për të bërë çështjen e tij ndërkombëtare politike, edhe pse zyrtarisht e akuzojnë për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre në shumë raste. Inatet me prokurorin Dado nisin që në paraditën e 10 shkurtit, ku Erion Veliaj zbriti shkallët për herë të fundit si kryebashkiak i Tiranës, i shoqëruar nga agjentët e BK-s në zbatim të urdhër arresti të lëshuar për të. Dy prokurorët, Ols Dado dhe Altin Dumani, i kërkuan gjyqtarit Erion Bani miratimin e urdhër arrestit dhe ashtu ndodhi. Pa u zbardhur dita e 11 shkurtit, Erion Veliaj nisi një sulm të hapur ndaj prokurorit Dado dhe gjyqtarit Bani, duke mos u ndalur në asnjë çast, dhe tashmë kërkon ta ndërkombëtarizojë procesin me praninë e ambasadorëve të huaj, duke shpresuar se në 8 maj ata do jenë në sallë si vëzhgues të shfaqjes Veliaj.